Dua ta theksoj edhe një herë se Shqipëria e Izraelit ndajnë marrëdhënie të shkëlqyera që i kanë rënjët në miqësinë e thellë midis popujve shqiptar dhe hebre, parktuar përmes shekujsh historie, kur më shumë se një herë hebrejt që iknin përsekutimit në Perëndim erdhën e u vendosën në brigjet tona. Trashëgimia unike historike e Shqipërisë në mbrojtjen e hebrejve gjatë Holokaustit e bën këtë lidhje thellësisht të veçantë. E për mua, për ne, është dëshmia e kurajës morale të gjyshërve tanë, një dëshmi që kur nuk duhet ta harrojmë. E duhet bëjmë gjithçka për ta trashëguar brez pas brezi. Qeveria është plotësisht e përkushtuar për ta kremtuar këtë trashëgimi të çmuar nga historia dhe mban një qëndrim të vendosur, të qartë e të pandryshuar kundër antisemitizmit, si brenda vendit ashtu edhe ndërkombëtarisht. Edhe pse popullsia shqiptare me shumicë muslimane u bashkua me solidaritetin në mbar botën, me vuajtjen e popullit të thjesht palestinez gjatë luftës në Gaza, shqiptarët nuk u mblodhën në mitingje urrejtjeje kundër Izraelit, e as projektuan zemratën e tyre për dhimbjen e tmerrshme të popullit palestinez mbi numrin në rritje të vizitorëve hebrej në vendin tonë. Kjo përbën një kontrast shumë të theksuar me atë çka për fat të keq ka ndodhur në shumë pjesë të tjera të Europës, ku antisemitizmi edhe një herë u shndërrua në një prani thellësisht trazuese. Vendi ynë qëndron në mënyrë të palëkundur kundër antisemitizmit, po aq sa qëndron kundër islamofobisë. Ne qartësisht refuzojmë të lejojmë urrejtjen apo diskriminimin të udhëheq mendimin, veprimet apo marrëdhëniet tona me popull e vende të tjera.